isha duke mendu Lorek, Spanjën në Argentinën, se kam parë kur duke lujt në ndonjë kampionat botëror, që janë ndesh njëra me tjetrën. Nuk se mbaj mend. Nuk më kujtohet, nuk e di. Nuk se mbaj mend edhe isha duke dash pak me bo një lloj analize të ndeshjes edhe të... A pres që Spanjallët kanë me bu gabimin e anglezëve për shembull? Spanjoll duket shumë pjekur edhe duket që lojën që e kanë, strategjinë që e kanë përpiluar, e kanë super të administruar. Edhe kjo do të thotë forma, skema që e kanë përgatit, edhe besnikëria e mbajtjet të kësaj skeme, bëri që Spanja ta mund pa problem Francën. Që ishte superfuqia e këtij kampionati. Pra, Franca me i pa kështu me individual. Argentina, Spanja, kështrim falë që për ndërpres, ndeshën e vetme në Kupën e Botës e pas kanë posë në vitin 1966. Argentina pas kanë bosh 2-1 Spanjën. Gjitha tjera që kanë ndeshje miqësore. Po, prandaj se kam parë. Kjo është shumë interesante, po desha të them që Franca si individualist shumë më të mirë se sa spanjollët, por si skeme lojës absolutisht spanjollët duke e mbizotruar. Pra se kam ditë, s'ma ka marrë mendja që me kaq lehtësi do ta mundin Francën edhe me kaq siguri. Po dhe ishte shumë të qetë edhe gjatë lojës ndryshe. A duket kushtet që Argentina